Besoj se tash të gjithë jemi të vëdijshëm që kjo industri është jashtëzakonisht me potencial të lartë, për arsye se mungojnë kuadrot sa i përket Horecës apo gastronomisë. Kuadrot mungojnë nga kuzhina deri në procesin e fundit, që do më thonë patjetër një menaxhiment shumë i mirë, diçka që tamam duhet punohet si një korporat, siç jam unë, sepse bëhet fjalë për shumë punëtorë dhe e shoh se ka jashtëzakonisht mungesë në këtë degë. Gjithmonë kemi konkurse të hapura për punëtorë të ri, gjithmonë jemi në kërkim të punëtorëve të mirë, gjithmonë jemi në kërkim të atyre që e kanë pasion kuzhinën, ajo që thash edhe më herët, që e kanë organike, që e duan dhe dojnë ta punojnë. Ajo vrehet qysh në fëmijëni dhe unë besoj se tash tek tuk më vinë të rinj ku këtu mësojnë zanat, sepse unë nuk kam diçka të kualifikuar që të certifikohen, mirë në punë të zanatit dhe kanë interesim ta mësojnë. Kështu që për të gjithë ju drejtohuni kësaj dege sepse me të vërtetë është një potencial shumë i fortë.